të marrë rezultat mirë në Prizren. Po, do t'jesh faktor vendimars në Prizren. Ose do t'jetë Chelsea. Te Kovaci t'i regullu ati. Po, ti do t'ja fresh teshat kryetarit të li. Po, këthejem në ato se me të vërtet ajo që boll është boll. Ajo që është tepër. Deklarata vetëvendosjes shpërfaq ftyrën e vërtet të një subjekti përqarth gjithmonë kur është kërku unitet. Unë në gjo mu i me thonë me kompetencë, jo si ato të Shqipërisë që folshin me kompetencë e të papun nga asistenca sociale. Kam qenë deputet për kohën kur jënë bon këto zhvillime dhe o formu gjykata. Mas pari, nuk është e vërtet që vetëvendosja o konë kundër gjykatës. Vetëvendosja o konë kundër se të tjerët kanë desh me bo gjykatën. Po kur o konë një moment që po duhet për 2 të njerë në studion e juj me spjegu që gjykata do më donë me kërkes të shoqatave të veteranëve të luftës, pikrisht Nasimi ka qenë nën kryetar, që do më donë në mu rishiqu ligji për gjykatën dhe mu bo që gjykata mu marrë me krimet që ka ndodhë gjatë asaj periude. Jo ekskluzivisht për UÇK-n, do më donë vetëvendosja o konë në mënyrë kategorike që mos më bo këtë ndryshim dhe ju kujtohet, ju si gazetar se deri në 2 në ora 3 natës... Po flisni për atë natën kur deshin të ashtë bënin Jo, nuk është e vërtet. Po këtu është një gabim, falë. Këtu është një gabim edhe nuk ka pas tendencë me zhmo. Unë jem nënshkrues i asaj iniciativës. Qëllimi ka qenë që të rishikohet ligji, apo? Prej mrapa mureve të kuvendit ma mirë se unë që më konë mranda. Aty ka qenë një kërkesë e shoqatave dollar për luftës që ligji i cili kish kalu para një kohe, do më muri shiqu që është normale dhe ndodhë me shumë ligje. Dhe në ndërkohë, do më thonën, është alarmue Albini Pelipionit, se ka qenë në përshkak të veprimeve prej rrugaçi që i bëjke në kuvend. Dhe tash, Glauko Njusa i ka udhesh negociatat me LDK-n për me blokue ndryshimin e ligjit. Se unë thash, kjo është këtë farsë. Vetë kjo deklarate sotme e vërteton se këta gjithmonë jenë konë për gjykatën. Dhe në faktë, atërë e dini kanë zbarkua ambasadorët e diplomat nga më të ndryshmet dhe ndodhe ajo që ndodhe. Deshta vesh me ri përsëritër që deputetët e Parlamentit Kosovës, një pjesë e tyne, se këta dalën të në vetëvendosje o konë kundër. Së është e vërtet që o konë vendosje. Edhe unë jem konë kundër. Po që jem konë vetëvendosje. Po jo veç une. Po kjo në çështje këtë dytësore. Do më dhonën, në fakt, këta kanë manipulu. Do më thonë edhe vazhdojnë me manipulu. Një e vërtet e madhe është që një pjesë e madhe deputetëve jenë konë të bindun se do më thonë gjykata ka më marrë me raportin e Dikmartit për trafikim